njëkohësisht jam edhe autori fotografive të jasharajve. Mu më ka rastis me qenë në Mars në Kosovë dhe me krismat e parën kam shku në Prekaz, kam shku me qëllim me bo sa ma shumë fakte edhe mi pa bota ato. Masi ku marrë ato fotografi, kam shku se ju e dini për para, tash e keni me iPhone, është letë, po për para aparatat kanë qenë kështu me tërhjek. Edhe të frigush që mos po më humbin ato fakte, ato fotografi, kam shku në vushtrit e agroni, të një miki imi, edhe kam pastru shiritat. Edhe gjatë kohës, kur ai pastron të shiritat, ai i kupton të përshamë se çfarë fotografish janë. Edhe të lutë nga bekim, letë mbetet mes neve, thash nuk ka problem se këtu në sonë të iku për Tiranë. Edhe ku marr ato negativa, i ku marrë në pas të dhëmbëve. E të një pastën e dhëmbëve për pak kanë qenë do të aluminës, tash në shumica plastik, ajo hapet mbrapa pak, e kom hjek do past, e kom shti 2-3 herë në kese, e kom shti mrena në past, në çantën e rrojës, edhe kam ikë për Tiranë. Kur kam shku atje, këtë qëllimi ka qenë që ato fotografi me i pa bota se çfarë gjenocide është bodë me thonë familjen e Sharaj. Familja e Sharaj është një familje që ja ka zgju ndërgjegjen secilit shqiptar që ka rrjedhë në përvena gjaku shqip që nëse ti nuk ndërmerë sot diçka, nëse nuk e merë pushkën me i thonë stop, ka me të ndohë edhe familjes tane, edhe nanës tane, edhe fëmijëve tu. Edhe tash për mu kam emocione, për shkak se kam qenë ato, i kam zhvilluar ato fotografi, edhe besoni kur kam dalë për herë të parë, në jetën time që kam folë para kamera, ka qenë 13 marsin atë 8-ës në televizionin shqiptar, edhe kështu kisha tepër rezerva. Edhe më thot Ibrahim Kelmendi ka qenë ai që më ka shtyt deri te televizioni, tha o ty po du me të qua atje. Për shkak se ti keni fizionomi, isha një djalë i ri, me do të tesha të lkurës, me do të flok gjata, me një vath, edhe tashti duhet me qenë një shembull sepse në që kë nuk janë krejt kështu, ka edhe kështu. Ka edhe rokera në që kë.